Koma flitet për këto gjëra dhe shërbimet publike, të cilat duhet të jenë, në realitet duhet të jenë një standard dhe në mandatin e një kryetarit, për atë arsye dhe paguhet. Ujësjelsi, kanalizimi, mbeturinat, këto askush nuk duhet as të premtoj, këto nuk mund të quhen as projekte. Këto janë gjëra të cilat janë në mandat të punës. Për realitetin flasim, a ekzistojnë apo jo? Realitetin kemi akoma probleme edhe me ujë, kemi edhe me kanalizim, pastaj thash edhe nuk bëhet një infrastrukturë e qëndrueshme që aty ku të punohet për 20 vite, 25 vite të mos kthesh mbrapa. Aty në rrugën kryesore Hasan Prishtina, para 4 vitesh është hap një kanal midis rrugës për kogenerimin, gypat. Pastaj është mbyllë dhe është harënuar. Në vitin tjetër është hapur prap kanal aty afër dhe është zgjeruar trotuari dhe prap është mbyllur për kanalizim. Tash këtë vit prap është hapur kanali dhe është ngushtuar ai trotuar që ka qenë mbi 3 metra është ngushtuar hap tjetër. Mendoj, nëse nuk ke guxim të marrësh me gjithë këtë buxhet të cilën e ka komuna Obiliqit që krahasohet me buxhetin e qyteteve jashtëzakonisht zhvilluara siç është Fushë Kosova, nuk ke guxim të marrësh ndonjë investim kapital të rëndësishëm për qytetarët, e sidomos diversitetin që e ceki edhe Halili rural, që të gjitha investimet 94% me 6 janë pikërisht në qendër të qytetit të Obiliqit, gjithmonë është thuajse rënuar. Kjo është vërtet mungesë guximi apo mosdije. Për arsye se unë e pyeta edhe në një debat të kaluar, nëse ke gjithë këto investime kapitale në komunën e Obiliqit dhe gjithë këtë shumë parash, a mund të na tregosh brenda 4 viteve një projekt i cili përmban një shumë mbi 500.000 euro apo deri në 500 euro? Dhe mbeta pa përgjigje, se nuk ka.